njeri. Absolutisht. Tani, alergjit, si që përmendëm, është shumë e rëndësishme të diagnostikohen. Dhe patjetër që ka trajtim, dhe sigurisht që evitimi është mënyra më e mirë për të shmangur përkeqësimin e simptomave. Shmangja ka, domethënë, varet pra nga çfarë kemi alergji. Nëse jemi nga polenet, është shumë e rëndësishme që të mos dalim në mëngjes herët, po themi, kur është përshëndrimi më i lartë i poleneve. Duhet gjithmonë të mbajmë maskë me vete ose syze për pacientët që bëjnë konjuktivite, pra probleme të syve. Ndërkohë, nëse kthehen në shtëpi, duhet të lajnë edhe flokët përveç trupit me idenë që të evitohen edhe të mos të vazhdojnë të kesh kontakt ato. Duhet ajrosur shumë mirë shtëpia, apo në momente që nuk është pra ngarkesa polenike. Duhet monitoruar kalendari polenik, pra në ditën që ti e di që do jetë ngarkuar, është mirë të mos ekspozohesh. Ka një kalendar? Po, mund ta gjesh te Mepsi, ose tek... Interesante, nuk e kisha parë këtë. Po, është gjithmonë te pjesa e motit, ke edhe ngarkesën polenike, është një nga pikat aty, shumë informacion me... Jo, që nga shumë e rëndësishme, në fakt.